48 orët e fundit në Kosovë nuk kaluan qetë. Kjo pasi gjatë kësaj periudhe u raportuan plot 11 raste të dhunës në familje. Rasti i fundit është ai i një zyrtari policor i cili është arrestuar të shtunën. Për të parandaluar të tilla raste, njohësit thonë se duhet të ndërmirren më shumë veprime. Ulja e prezencës së armëve në duart e qytetarëve natyrisht është njëra prej elementeve jashtëzakonisht që duhet punohet, po ashtu edhe rishikimi i politikës dëshkimore për faktin se për fat jo të mirë një numër i konsiderueshëm i kryesve të këtyre veprave penale po rezulton që të jenë recidivist ose përsëritës të veprave për shkak natyrisht se nën kupton që shkalla përkatësisht lartësia paraprakje e dënimit nuk e ka arritur mjaftueshëm efektin. Por cilët janë faktorët që sipas psikologëve ndikojnë në kryerjen e këtyre veprave? Faktorët që ndikojnë te kjo janë të shumë, duke përfshirë këto dhunën në familje, përdorimin e substancave, problemet në lidhje me shëndetin mendor, stresin, vështirësitë financiare, pasiguritë emocionale, shumë faktorë të tjerë, të cilët pra e bëjnë mjedisin të pasigurt edhe të dhënshëm. Gjithashtu mungesa e komunikimit brenda familjes, një komunikimi të sinqert, një komunikimi efektiv dhe adekuat është një nga faktorët që çon deri në rezultate të tilla. Gjatë këtyre 48 orëve të fundit, në shumicën e rasteve dhuna është ushtruar nga bashkëshortët ose ish bashkëshortët e viktimave.